Stambolli vazhdon të jetë skenë trazirash të mëdha politike dhe përleshje të lundshme mes policisë dhe protestuesve, të cilët kundërshtojnë arrestimin e kryebashkiakut të Ekrem İmamoğlu. Për 6 ditësh radhës, në qytetin më i madh i Turqisë është përfshirë nga protesta që ka degeneruar me dhunë. Policia ka përdorur gaz lotësielës, flakadan, topa me ujë dhe plumba gome për të shpërndarë turmat, ndërsa protestuesit kanë kundërshtuar me forcë përpjekjet e autoriteteve për të vendosur qetësinë. Përleshjet e fundit kanë rezultuar me dhjetra të plagosur dhe me qindra të arrestuar, sipas burimeve zyrtare, që nga fillimi i protestave janë arrestuar mbi 1100 persona, ndërsa opozita e ka cilësuar ndërhyrjen policore si një përpjekje për të shtypur lëvizjen e qytetarëve që kërkojnë drejtësi. Mbrëmjen e së hënës, presidenti Recep Tayyip Erdogan i quajti protestat manifestime të së keqes dhe akuzoi opozitën për shprehje të korrupsionit dhe organizim të akteve të palishme. Në vend që të përgjigjen për akuzat për korrupsion, rishfet dhe zhvatje ta kanë përthirrje nga më të ndyra dhe të palishme në historinë tonë politike, u shpreh Erdogan. Ndërkohë, Partia Republikane njoftoi se nga e marta nuk do të ketë më protesta, pa dhënë detaje mbi hapat e ardhshëm. Megjithatë, ekspertët politikë nuk përjashtojnë mundësinë një valje të re tensioni nëse situata mbetet e paqartë dhe İmamoğlu nuk lirohet. Arrestimi i tij mbetet një çështje e debatueshme, pasi opozita pretendon se bëhet fjalë për një lëvizje të planifikuar nga presidenti Erdogan për të eliminuar rivalët politik. Ekrem İmamoğlu arrestuar të mërkurën me akuzën për përfshirje në korrupsion dhe manipulim të tendreve të Bashkisë së Stambollit. Opozita dhe mbështetësit e tij e konsiderojnë këtë një goditje politike nga Erdogani, duke akuzuar atë për përdorimin e sistemit të drejtësisë për të përjashtuar kundërshtarët e tij nga skena politike. İmamoğlu shihet si një nga rivalet më të fortë të Erdoganit për zgjedhjet presidenciale të vitit 2028 dhe shumë besojnë se arrestimi i tij është një përpjekje për të ndalur atë të marrë pjesë në garë. Ekspertët ndërkombëtarë shohin këtë situatë si një tjetër goditje ndaj demokracisë në Turqi. Arrestimi i një prej figurave kryesore të opozitës, bashkë me reagimin e ashpër të qeverisë ndaj protestave, ka gjetur shqetësime për Bashkimin Evropian dhe në organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Këto ngjarje pritet të ndikojnë në marrëdhëniet e Turqisë me partnerët perëndimor dhe thellojnë ndarjet politike brenda vendit. Nëse protestat përfundimisht do ndalen apo do çndrojnë një val të rrezikimit popullor, mbetet për të parë, por një gjë është e qartë, tensionet në Turqi po arrin një pikë kritike dhe mënyra se si po trajtohet kjo situatë mund të përcaktojë të ardhmen e politikës turke në vitet e ardhshme.